Po, e kam motrën, më ka ndru jetë edhe e kam motrën. Pa, 29 vjeç e ka ndru jetë. Në martes. Po, në martes, në lindje kështu, po. Po, po na ka lanë 2 qika edhe i kefshë. Po, me mu jetojnë. Kezja është nanë. Era nanë, po, se ka njerës mirë. Ka Kosova njerës mirë. Ja, këto ujtë janë Kosovës, po. A nuk do me qka mirë, qa punon? Po, punoj. Qka punoni? Punoj në Burger King. Po. Që sa vite po këtë punë? Që 5 vjetë. Që 5 vite. Po, që 5 A vjetë. ty qka punoni? Punoj ekip ato jem. E një ekip. Po. Që puna? Mirë, shumë të knaqën. Edhe na edhe klientat. Kjo është ma e mirë. Po, munohëm. A të konë jeni nanë, i martuar? Jo, beqare. Beqare. Po. A është ma mirë me qenë që të ko beqare? Unë për veti po foli po, e për tjertë nuk e di, se cilë ja bë zgjedhjen e vetë. Ti për veti ko është ma mirë, Po. Qka është ma mirë? Në çfarë aspekti? Qëfar aspekti është ma mirë me qenë? Beqare. Par kohë e ka orë, kështu ma mirë e këshyrë veç veten. Kujdese veç për vete, kur gjë tjetër. A dhe që është një obligimi madh, martesa, ndryshim? Po tash, pse me marë obligim? Jetën nuk në ka folë Zoti për obligim. Ato e vendosi vetë që shdojnë. S'po du me bo jetën obligative. Kjo rahatia është ma e mirë që tash? Është se ki dikon, s'ke ku t'jabë zhlogari? Normal, edhe kjo është. Po këto, a ki pas të presionet për familjes apo martu? Jo, kur heq. Fatmirësisht, jo. Faleminderit shumë. Se shumica i kanë ato presionet, nështë për hatër familje duhet martu. Në varet. Jo, ata familje ma mërmene që janë kategori një shtrese e ollë që mirën me kësi sene. A do që ka hala femra që për hatër familjes duhet më martu gjithë qysh? Ka, fatkeqësisht ka si femra. Që për hatër familjes, pa dëshirë të vetë, martohen. Po në si jam ashtu. Pasani ku i kemi rastet? I kemi rastet që vinë divorcet, vinë gjitha ato gjarje që shumë të janë... Ajo, divorci vjen pa dashni, martes pa dashni, edhe vjen në ndarja. Si e ti pa që të martesat, a me mendon që janë shumë pa dashni që ka shumë divorcet në mbaja? Ka edhe tash, shumica e meshkujve janë asi që na je meshkuj edhe bojmë qka dush, po harrojnë që femna o avancu. Edhe nuk është më e mbarën për një moshkve. Ajo den edhe ja del vetë. A duhet të mbarët një femër për moshkullit? Ka, fatkeqësisht ka kësi femna që e kom burrin punë edhe jam okej, pse rrit e shtëpia. Ka kësi femna. Po do të mu vedisu edhe ato femna, ato pak femna, do të mu vedisu që do të me punu mja dal vetë. A do që ka femna lanë të shtypur as që janë prej burrit? Ka edhe asi që e derigjën me një fjallë burri. Unë çka të thëmë? A këtë që ljuti? Jo, kurse se kjo është, këta jo. A do që shumë gra e tolerojnë unë për shkak që kanë fëmijë, familje, nuk dëshirojnë ta humbin? Po, fatkeqësisht edhe asi kem që ta qojmë një fjallë popullore bëhëm kurbani që ati fëmijës. E harrojnë veten, që dhe ato do të me jetu e lirë. A të ka bo që kjo më shgëni që mos e pas beshim të burat shumë? Për ato ndoshta dhe... Jo, kjo s'm ka bo se si marrë parasysh heq këto, do më hanë ku vendos vetë për veti që po du single edhe jam okej. Sa mirë, e ki vendos kështu? Po, është vendosje. Do thonë, pa imponim e ki? Pa imponim, pa kërgjësh. Kjo e dëshire e emja. Jo a ditë që ma ka imponu dikosh apo diçka, apo ju më zhgen një a diçka, jo. Do më hanë kjo dëshire e emja. Pesho ma të arsyeshme kështu, jam e avancume, po ja dal vetit, edhe kështu. Pse në shoqërinë, shoqërinë tonë dhe më thënë, një femër nëse s'ka dashur të martohet, flitet shumë për të bullizohet. Se di, nuk mirë na me kësi tha bani, ase unë kush jam. S'po më interesot tjetërit qka është. Faleminderit shumë. Bekor për jetë ke? Po. I tatuash për ta shu? Po, e ka motrën, më ka ndru jetë edhe e ka motrën. Faleminderit. Shqipe, po. Që 20 vjetë, është 29 vjetë që ka ndru jetë. Në martes. Po, në martes, në lindje kështu, po. Vdekjet e natyrshme? Mas lindjes me njerë. Se ditë ashtja mos kujdesja, po... Faleminderit. Po është një person të familjes të zemrës, është skoqa. Po, fakt është. Po na ka lanë 2 qika dhe... Vajzat jetojnë me ju? Po, me mu jetojnë.
Sa me vjet mu ti jetoj. kujdesesh për to? Po, për to në kujdesna. Faleminderit Heroin. shumë. Faleminderit. I trajton si po të ishin fëmijë. Po, njësoj. Tezja është non. Era non tani. Era non, po, fakt. Lumë si to çfarë tezë kujdesesh. Faleminderit Sa shumë. vjeçare janë vajzat? 20 edhe 21. Tash janë ngritur. Po, tash janë rrit. Kjo lëshmëria, domethënë, afërsia që keni me to. Shumë e madhe. Edhe sa që jetoj me to. Sa mirë që ka kësi mirë që kujdesen hala për t'i kanë. Faleminderit shumë. Fatmirësisht ka. Më me tho që një pakic, po aq po është shtet i vogël jem, sa që këto rrjetet sociale pe bojnë veten, që do negativa po hin ato po bojnë kësi zhurma dhe pe mrin, ade pja marrin anën shumicës, se ka njerëz mirë, ka Kosova njerëz mirë. Unë po du me të ngushtu shumë, e ki sigurisht ki përjetu këtë humbje koqa shumë. Shumë. Po shumë vje madhe. Shumë. Mirë po thash është kjo është jeta, ka një Po, jetë. fakt është. Ato si të valet e detis, të sjell ku se pret. Fakt është, ajo në tonë, në kiton do të me jetu. Motra tjera keni, Po, i kam edhe 2. pa që të mjetë gjatë. Faleminderit shumë. Po du një si një vajzë shumë e fort, t'i japësh një mesazh gjitha vajzave, sidomos ato të cilat nuk kanë dëshirë një herë që t'ja imponon dikush fatin. Çfarë kush e thon? Ju kësha hanë që kujdesni për vete, mos ndëgjoni imponime, se jeta është e gjatë, sa ju do këtë e shkurt, po me pas vujtje jeta është shumë e gjatë. Kështu që kujdesni për vete. Uroj më të mirat në jetë. Kënaqësi shumë që u takon. Hajde me të mira. Faleminderit shumë, shumë respekt. Faleminderit.